Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun xhelle xhelalu wa falenderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetjet, selamet mbi të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilët sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit të pasojnë. Allahu subhanahu wa taala na bëf prej atyre të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij deri në momentet e fundit të kësaj dunjaje. Allahu xhelle xhelalu na bashkoft me ta në ditën e gjykimit dhe në xhenetet e tij. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me atë të cilën dhe kemi filluar me zemrën dhe llojet e zemrave. E kemi përmend se dietarët kur kanë folur për zemrën i kanë përmend 3 lloje të zemrave. Zemrën e shëndosh apo zemrën e gjallë, e cila ka iman dhe ka impulsat e imanit, zemrën e semur dhe zemrën e vdekur. Neve ajo që na intereson më shumë është zemra shëndosh, se është e vetmja zemër e cila shpëton ditën e gjykimit. Sikur se ka thënë Allahu, "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Ka thënë atë ditë kur nuk bën dobi as pasuria dhe as fëmia, vetëm se ai i cili vjen me zemër të shëndosh. Andaj neve na intereson se si ta ngjallmi zemrën, si ta përmirësojmë zemrën, edhe si të dalim para Allahu xhelle xhelaluhu me zemër të shëndosh. Nëse Allahu subhanahu wa taala, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, se vërtet Allahu nuk i shikon fizionomitë tuaja dhe as nuk i shikon pamjet tuaja, mirë po Allahu i shikon zemrat tuaja dhe veprat tuaja. Andaj prej cilësive dhe zemrës së shëndosh do t'i përmendim disa prej cilësive, kurse sot do të ndalim vetëm një prej atyre cilësive të zemrës së shëndosh, me qëllim që ne ta përmirësojmë zemrën tonë, me qëllim që ne të stolisemi me cilësi të tilla, të synojmë, të ngjallmi dhe të përmirësojmë zemrën tonë. Prej cilësive të zemrës së shëndosh i kanë përmend dietarët, një prej tyre kanë thënë është edhe të kthyerit e shpejt drejt Allahut, që në gjuhën arabe ndryshe quhet el-inabe, që Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në shumë ajete të Kuranit në mënyra dhe forma të ndryshme. Kurse dietarët kur kanë folë në kuptimin e saj dhe domethënien e saj, po përmend një fjalën e Ibn al-Qayyimit, Allahu më shëroftë, i cili thotë el-inabe, thotë është el-isra ila mardatillah, me vrapu, me një aspekt me shpejtu, me u kthy tek Allahu dhe në atë që Allahu është i kënaqur me to. Të kthyerit te Allahu në atë që Allahu është i kënaqur me të. War-ruju'u ilayhi fi kulli waqt. Të kthyerit drejt Allahut në çdo moment. Dhe sinqeriteti me Allahun xhelle xhelaluhu në të kthyerit tek ai subhanahu wa ta'ala. El-inaba, kur kanë folë dietarët për këtë ibadet, këtë adhurim të zemrës, kanë thënë se ndahet në 2 pjesë. El-inaba fi rububiyatihi subhanahu wa ta'ala. Çka do të thotë el-inaba fi rububiyatihi? Do të thotë se çdo njeri, çdo krijesë që Allahu xhelle xhelaluhu prej njerëzve i ka dhënë shpirt, beson në njëshmërinë e Allahut, beson se Allahu ekziston. Mirë po, pak prej atyre krijesave i nënshtrohen Allahut. Ata të cilët i nënshtrohen janë besimtarë, dhe ata të cilët nuk i nënshtrohen dhe nuk e adhurojnë Allahun, kuptohet se nuk janë besimtarë. Andaj el-inabatu fi rububiyatihi, në madhrinë e Allahut subhanahu wa taala, çdo krijesë në momente të caktuara të vështira i kthehet Allahut. Çdo krijesë, edhe qafiri më i madh dhe mosbesimtari më i madh, i cili ka qenë Firauni, kur është ngushtu jeta e tij dhe kur e ka pa fundin e tij, ka thënë besova Zotit Musës. Besova që ekziston Zotit Musës dhe me një aspekt është lut me shpëtu. Edhe çdo njeri i cili në momente të vështira i kthehet Zotit të tij dhe i lutet Zotit të tij dhe beson se ekziston Zoti. Qoftë ai besimtar apo jo besimtar, qoftë ai munafik. E ky lloj el-inabe normal në këto nuk ka problem. Nga se në momente të caktuar çdo njeri i cili ka nevojë për Allahun dhe i kthehet Zotit, edhe i lutet Zotit, sikur se Allahu ka përmend për mushrikët se kur i hyp në detin e anije dhe i kanë përfshi dallgat e tyre, i kanë la adhurimin e idhujve të tyre. Nuk ju kanë lut idhujve me disa nijes, po ju kanë lut Zotit në njëshmërinë e tij subhanahu wa taala. Ky është lloji i parë, edhe lloji i dytë el-inabatu fi uluhiyye, el-uluhiyye apo el-ubudiyye, që është të adhuruarit Allahu xhelle xhelaluhu me dashuri ndaj tij, duke i zbatu urdhrat me të cilat Allahu xhelle xhelaluhu ka urdhëruar.
edhe duke qenë i kënaqur me atë që Allahu xhalla xhelaluhu na ka urdhëruar, duke u bindë Allahu subhanahu wa taala, qoftë në lehtësi apo në vështirësi. E kjo është ajo që kërkohet prej besimtarit. Edhe kjo është cilësi e zemrës së shëndosh. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu." Dhe ktheuni tek Zoti juaj dhe dorëzohuni atina, min qabli an ya'tiyakumul adhab, para se t'ju vijë juve ndonjë dënim, thumma la tunsarun. E pastaj ju atëherë nuk keni shpëtues, nuk ka kush t'ju shpëtoj. Ky ajet Allahu xhelle xhelal na ka porositur si besimtar që t'i kthehemi Allahu xhelle xhelaluhu në çdo moment. Nga se edhe zemrën e shëndosh si zemër ka mundësi në momente të caktuara ta kaploj gafleti, pakujdesia. Ka mundësi ta godas ndonjëherë ndonjë gabim, ndonjë mëkat, të lëshoj pe. Mirë, po zemra e shëndosh është ajo zemër e cila zgjohet menjëherë. Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila reagon në momentin që e kap gafleti. Andaj el inabe, ky ibadet është ai i cili besimtarin kur e godet gafleti i kthehet Allahu subhanahu wa taala menjëherë. Andaj Allahu ka përmend edhe cilësitë e banorëve të xhenetit. Ata besimtarët të cilët i kthehen Allahut subhanahu wa taala në çdo moment. Thot Allahu subhanahu wa taala në suratul Kaf: "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id." Dhe u shfaqet ditën e gjykimit xheneti besimtarëve, thot jo shumë larg, e shohin afër. "Hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz." Allahu subhanahu wa taala thot kjo ju është premtuar për këtë që është i ruajtur prej gjunave dhe që është i penduar dhe i kthyer tek Allahu. Pastaj Allahu thot: "Man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib." Për secilin do që i nënshtrohet Allahut dhe ka frikën e Zotit edhe kur është në gajb, kur nuk e sheh askush përveç Allahut, në vështirësi, në fshehtësi. Thot dhe vjen me zemër të penduar, me zemër të kthyer. Pastaj Allahu xhelle xhelalu thot ashtu për cilësitë e besimtarëve të cilët pendohen dhe kthehen për momentin që ata bin e prej e gjunahit ose mekatit, e që është shaj e zemrës së shëndosh. Thot Allahu subhanahu wa taala për pendimin: "Innama tawbatu ala Allahi lil ladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin, thumma yatubuna min qarib." Thot me të vërtetë pendimi i pranuar tek Allahu është për ata të cilët bëjnë mëkate, momente të caktuara nga ignoranca, momente të caktuara nga gafleti që i ka vënë ata. Bëjnë gjunahe mirë, po i kthen Allahut shpejt. Fa ulaika yatubu Allahu alehim wa kana Allahu aliman hakima. Këta Allahu xhelle xhelalu është ai i cili ju pranon pendimin. Këtyre Allahu ju pranon pendimin e atyre të cilët bendohen për një moment që ata kanë rënë gaflet ose kanë rënë gjuna. Mirë, po për një moment kthehen dhe zgjohen dhe i kthehen Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu thot: "Walladhina idha fa'alu fahishatan", që është cilësi e zemrës së shëndosh, thot kur ata bëjnë gjunahe, au dhalamu anfusahum, apo i bëjnë pa drejtësi vetes e tyre, nëse gjunahi mëkati është pa drejtësi e vetes. Ti i bën me gjuna me mëkat ti ke bën pa drejtësi vetes tande. Nga se Allahut kjo nuk i bën dëm. Gjunahi mëkati yt nuk e dëmton Allahun xhelle xhelalu. Gjunahi është dëmtim i vetes tande në këtë dunjë dhe në ahiret. Për ata Allahu ka thonë dhe i bëjnë zullum vetes e tyre, dhakarullah fastaghfiru li dhunubihim. Kur ata i godet mëkati ose bin prej mëkatit, e përmendin Allahun. Reagon zemra e tij, zgjohet zemra e tij. Kjo është zemra e shëndosh. Zgjohet zemra e tij dhe e përmend Zotin dhe kërkon falje. Për ata thot Allahu: "Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah." Kush i fal gjunahet tjetër përveç Allahut, "wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dhe nuk vazhdojnë në gjunahin e tyre, në mëkatin e tyre. Andaj prej kushteve të pendimit është që Allah më ta pranon pendimin ton, kthimin ton tek ai që Allah më ta fal gjunahin, është edhe mos me vazhdu në mëkat. Momentin që ti pendohesh, mos me e vazhdu mëkatin. Andaj Allahu po thotë cilësi e besimtarëve është që edhe kur bëjnë gjuna i pendohen Allahut, kërkojnë falje, nuk vazhdojnë në mëkat. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Dhe nuk vazhdojnë ato që ka qenë duke e bërë. Prandaj thot Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me to, thot mëkati për besimtarin është sikur se një kodër e cila ka hyrë mbi kokën e tij. Ashtu e sheh mëkatin besimtari. Sado qoftë ai mëkat i vogël, për to duket i madh dhe e sheh sikur se një kodër e ka ngulfat shpirtin e tij. Kurse munafiku thot mëkatin e sheh sikur se një mizë e cila është ndalë në hundën e tij dhe ai e trem kështu në këtë formë. Ky është dallimi mes zemrës së shëndosh dhe zemrës së sëmur.
Zemra shëndosh është ajo zemër e cila edhe kur bjen në mëkat, edhe kur ta godet gafleti, reagon, zgjohet dhe i kthehet Allahu subhanahu wa taala. Andaj nëse e shohimi të kaluarin dhe gjeneratat e arta të cilët burrat të cilët kanë jetuar për rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë qenë ata burra që Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lëvdu, edhe në gjenerata më e mirë që kanë jetuar në tokë, edhe nuk kanë njerëz të pagabueshëm. Nuk kanë njerëz që nuk i ka godit ndonjëherë gafleti. Mirë po cilësia aty në burrave ka qenë se në momentin që i ka godit ndonjë gaflet ose një mekat ose ndonjë gjuna janë kthy dhe janë përmisu për 360 shkallë dhe më mirë se sa që kanë qenë. Pra ata desha me përmend vetëm një shembull, një ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me një sahabi të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pas luftës së Hendekut, pas luftës së Ahzabit, që kanë bërë mushrikët e Mekkës aleancë, fiset e Mekkës për me luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Medinë, kësaj lufte ju kanë bashkangjitur edhe disa fise të jahudive. Këti komploti, këtë komplot, njëna prej nismetarëve të këtij komploti ka qenë edhe fisi Beni Qurayza, që kanë qenë në besë në marrëveshje paqësore me pejgamberin në Medinë. Dhe këta e kanë thyer këtë marrëveshje, duke bën aleancë me mushrikët e Mekës për me luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Medinë. Andaj mas mbanimit kësaj lufte, Allahu e urnoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të drejtohet për të Beni Qurayza. Nga se ata ishin nismetar dhe ata e thyen besën që e kishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve hadithin të cilin është i njohur për ju, që tha mos ta fal dikush namazin e ikindis përveç se të fisi Beni Qurayza. Dhe u nis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët e tij dhe rrethoi fisin Beni Qurayza për 25 ditë rresht. Derisa ata u lodhen dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi që ata të dorëzoheshin dhe të zbritnin në gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata u munduan me ato intrigat e tyre, me mashtrimet e tyre, ta bëjnë një dialog me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kërkuan një ndërmjet në mesin e sahabëve. E kush ishte ai? Ishte një sahabi i cili quhej Ebu Lubaba, i cili kishte miqësi të vjetër me çifutët para islamit të tij. Dhe thuhet se kishte pronat e tij të tokës në ato rrethina ku ishin i vendosur fisi Beni Qurayza. Dhe ky sahabi i ndershëm shkoi dhe u takua me parinë e Beni Qurayza. Dhe prej asaj mashtrimit atyre intrigave që bën ky fis, i sallën fëmijët dhe gratë e tyne duke qajtur se mos po ja them zemrën këtij sahabiu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që mos po na mëshiron, se mos po na tej kalon. Mirë po drejtësia e Allahut duhet vendosën në vendin e vet. Gjykimi i Allahut duhet të shkojë në vend. Ata të cilët pralltojnë, ata duhet ta marrin dënimin e merituar. Nga se vetëm kështu zbatohet drejtësia në tokë. Dhe kur e pyetën Beni Qurayza, paria e tyre, Ebu Lubaben për gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ati nënshtroheni gjykimit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Lubabe u përgjigj tha po, mirë po bani me isharet në këtë formë. Afrojt të qafa dorën e tij dhe e bëni në këtë formë. Sikur se ju dha aty në isharet, ju tregoj se gjykimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dënimi me vdekje. Dhe në këtë moment Ebu Lubabes ju zgju zemra e tij, reagoi. Pse? Se thot e kam thy një fshehësi ja u kam tregu të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kam trajtuar Allahun dhe pejgamberin. Në momentin që e ka ngrit dorën, Allah pa e zbrit, Ebu Lubabe e kupton se çka ka bën dhe çka ka vepruar. Ja u kam tregu një sekret të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj më të dalur ky sahabi prej fisit Beni Qurayza i vjen turp të takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Turprohet nga se e ka thy urdhën e Allahut. E ka trajtuar Allahun dhe pejgamberin e tij. Dhe shkon në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe urdhnon që ta lidhin për një shtyllë të shtyllave të xhamisë. Dhe i thot vallahi nuk kam u zgjidh për kësaj shtylle derisa të vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo të zbret gjykimi i Allahut mbi mua. Dhe thuhet për Abu Lubaben, i cili në kohën e namazit e ka urnu gruan e tij, e ka zgjidh prej shtyllës së xhamisë derisa ka fal namazin. Mbasi që ka fal namazin e ka urnu prapë ka lidh për shtyllën e xhamisë. Dhe kështu ka qëndruar ky sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 6 ditë me rresh në xhamin i lidhur derisa ka zbrit hukmi i Allahut, pendimi i Allahut nga ana e tij subhanahu wa taala. Andaj transmetohet se përderisa Ibn Hishami përmend sirën e tij, thot përderisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte duke qëndruar në shtëpinë e Ummu Selemes, buzëqeshi dhe i zbriti
ajetit të cilën e pastroi Ebu Lubaben. Dhe Ummu Salama e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka po të bën të qeshësh? Tha kështu ka zbrit një ajet çka është një sahariç, një përgëzim që Allahu ja ka pranuar pendimin e këtij sahabiu. Tha shkoj ta përgëzoj, tha si mos shkosh ta përgëzosh? Dhe kjo ngjarje ka ndodhur para zbritjes së mbulesës, para zbritjes së obligimit të mbulesës për gratë të muslimanëve, dhe shkoj e përgëzoj këtë sahabi në xhaminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe u tubun me zgjidh sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga ajo shtyllë të cilën është lidhur. Tha wallahi nuk pranoj të zgjidhem derisa të vjen dora e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të më zgjidh nga ky vend. Pse? Nga se thot unë e kam tratuar Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Amo kjo zemër e cila kishte iman, kjo zemër e shëndosh, në momentin që e koptoi, që e ka godit dhe ka rënë në mëkat, u pendua dhe u kthye sinqerisht tek Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala, që ka zbrit ajet kuranor për Abu Lubaben, që thonë mufesirët e Kuranit, thot Allahu subhanahu wa taala, sura Al-Anfal, ya ayyuhalladhina amanu, o të cilët keni besuar, la takhunu Allaha war rasul, mos e tradhtoni Allahun dhe pejgamberin, wa takhunu amanatikum, duke i tradhtuar kështu dhe duke i thyer amanetet e juaja, wa antum ta'lamun, kurse ju jeni djeni për këtë. Thot Ibn Kathir se ky ajet ka zbrit për Ebu Lubaben ibn Abdillah al-Mundhir, për këtë sahabi të cilin e përmendëm. Pastaj ka zbrit ajeti tjetër kuranor, surën Tauba, që Allahu e ka pastruar Ebu Lubaben në lidhje me këtë mëkat. Thot Allahu wa akharuna tarafu bi dhunubihim, dhe disa prej tyre, prej besimtarëve, janë të cilët e kanë pranuar gjunahet dhe mëkatet që i kanë bërë, khalatu amalan salihan wa akhar sayyan, duke i përzir veprat e tyre të mira me disa vepra të këqija, asallahu yatubu alehim, të ndoshta Allahu xhelle xhelaluhu pa dyshim se ju fal atyne, inna Allaha ghafurur rahim, me të vërtetë Allahu është falës dhe mëshirues. Ky ajet ka zbrit për të pastruar këtë sahabit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po thot Ibn Kathiri, edhe nëse ky ajet ka zbritur i veçantë për disa prej personave, thot ky ajet vlen për gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Ata të cilët i kthehen Allahut dhe i përgjërohen Allahut subhanahu wa taala në momentin që ti kap gafleti dhe bin në mëkat, mirë po i kthehen Allahut më një herë, vërtet Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili fal shumë dhe mëshiron. Andaj transmetohet për atyre burrave të cilët janë penduar dhe i kanë qenë prej kolosëve, për njerëzve të mëdhaj që ka shkruar historia islame për ta, është edhe Fudail ibn Iyadi. Pendimi Fudail ibn Iyadit thuhet se para se mu pendu Fudail ibn Iyadi, e ka përmendur Imam Dhahabiu në sirën e tij dhe Ibn Kathirin në Bidaya wa Nihaya, Imam Kurtubiu në tefsir, se Fudail ibn Iyadi ka qenë plaçkit si rrugëve, i ka plaçkit njerëzit, e sidomos ata haxhilerë që kanë ardhur prej haxhit dhe kanë pas me veten e tyre mall. Një natë prej natëve, ku Fudail ibn Iyadi, rahmetullahi alej, thot kalon duke kalu thot një mur për të shkuar tek e dashura e tij, e ndëgjon me një kafsh një lexues të Kuranit duke e lexuar ajetin kuranor, alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk ka ardhur koha atyre të cilët kanë besu, ti nënshtrohen, ti përgjigjen, kanë frikë zemrat e tyre me përmendjen e Allahut, wama nazala min al-haq, dhe prej asaj që ka zbrit prej Kuranit që është hak, atëherë e goditi ky ajet kuranor, e goditi zemrën e Fudail ibn Iyadit dhe tha bela ya rab, tha po se jo zot, tha kam u të përgjigj. Dhe prej atij momenti Fudail ibn Iyadi e la këtë mëkat dhe u kthyi Allahu xhelle xhelaluhu. Kjo është zemra shëndosh. Dhe u përmisu. Zemra shëndosh është ajo e cila dhe kur bën mëkat nuk i kthehet më mëkatit. Për ata thuhet apo nofka me të cilën është quajtur Fudail ibn Iyadi ka qenë abidul haramaini, për adhuruesve, për njerëzve të sinqert që kanë bërë adhurim shumë, për ibadetxhive të haramaini, dy haremeve, të Mekkës dhe Medinës. Kështu njihet Fudail ibn Iyadi, abidul haramaini, aq shumë që është penduar dhe i ka kthyer Allahu subhanahu wa taala pas mëkatit. Amo kjo është rezultat i zemrës së shëndosh, e zemrës e cila rrah me impulsat e imanit. Për ata, kur ka zbrit ajeti kuranor, që thot Allahu xhelle xhelaluhu, walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila, ata të cilët japin prej asaj që Allahu ju ka dhënë, dhe zemrat e tyre janë dridhen nga frika ndaj Allahu subhanahu wa taala. Aisha radhiyallahu anha e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: "O i dërguari i Allahut, a nuk ka zbrit ky ajet për ata të cilët vjedhin,
për ata të cilët pinë alkool, për ata të cilët bëjnë zina, mirë, por në njëjtën kohë i frikën Allahut, ka thonë Aisha radhiyallahu anha, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo Aisha. Ky ajet ka zbrit për ata të cilët falin namaz, për ata të cilët japin sadaka, për ata të cilët agjërojnë, mirë, po kanë frikë se mos Allahu xhelle xhelaluhu nuk ja u pranon veprat e tyre. Kjo është zemra shëndosh, që megjithse bën ibadet Allahut, ka frikë se mos Allahu xhelle xhelaluhu s'ja pranon ibadetin e tij. Kjo është zemra e shëndosh, edhe kjo është cilësi e zemrës së shëndosh, që në momentin që bën mëkat zgjohet. Momentin që bën mëkat i kthehet Allahu xhelle xhelaluhu. Për ata, këtë cilësi Allahu xhelle xhelaluhu ka përmend edhe pejgamberëve të tij. Në shumë ajete të Kuranit thot Allahu xhelle xhelaluhu për Davudin alayhis salam, wa dhanna Davud annama fatannahu fastaghfara rabbah wa harra raqi'an wa anab. Thot dhe Davud e kuptoi se në të vërtetë e kemi sprovuar atë dhe e kishim vënë në provë, mirë po ai kërkoi falje Allahut duke u përkulur atij dhe duke u penduar. Wa anab, Allahu ka përmend këtë ajet kuranor, folin wa anab dhe duke u kthyer tek Zoti në momentin që ai e ka ndi veten se ka bërë mëkat. Gjithashtu Allahu ka përmend për Shuaibin alayhis salam, kur Allahu ka thënë për ta wa ma tawfiqi illa billah, dhe çdo sukses është nga ana e Allahut. Alayhi tawakkalt wa ilayhi unib, tek ai mbështetem dhe vetëm tek ai kthehem dhe pendohem. Gjithashtu Allahu ka përmend këtë cilësi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke i drejtuar, dhalikumullahu rabbi alayhi tawakkalt wa ilayhi unib. Më të vërtet Allahu është Zoti im, tek ai jam mbështetur dhe tek ai kthehem. Pastaj Allahu e ka quajtur me këto cilësi të bukura dhe të mira Ibrahimin alayhis salam. Thot Allahu xhelle xhelaluhu për Ibrahimin alayhis salam, inna Ibrahima la halimun awwahun munib. Me të vërtet Ibrahimi ka qenë halim, që do të thot i but, i kthyshëm, zemër but. Awwah, që do të thot i dhëmshëm, edhe ka qenë munib, që do të thot i kthyer drejt Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj Allahu subhanahu wa taala të gjithëve neve si besimtar, Allahu subhanahu wa taala e din se ne jemi bitë e Ademit, dhe gjithë bitë e Ademit janë ata të cilët bëjnë gabime dhe bëjnë mëkate. Mirë po, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë bitë e Ademit, kullu ibn Adam, të gjithë cili biri i Ademit është gabimtar. Mirë po, më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Më i miri prej tyre është ai i cili kthehet. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu na ka porositur duke na drejtuar wa tabi asabil wa pasowar rrugën men anaba ilay, e ati i cili kthehet tek unë. Pason rrugën e atyre të cilët janë kthyer tek Allahu xhelle xhelaluhu dhe nuk e kanë vonuar pendimin e tyre. Andaj fjala anab apo al inaba, që është prej adhurimeve të zemrës, kanë thënë dietarët, është shkallë më e lartë se pendimi. Më e lartë se pendimi, nga se çdo mëkat, çdo gaflet që e godet zemrën e besimtarit, zemrën e shëndosh, ai kthehet më një herë dhe nuk e kthen më kokën e tij drejt mëkatit. Për dallim për atij i cili është sprovuar me gjunahe dhe bën dhe kthehet dhe bën dhe kthehet dhe vazhdon në gjunahe, e din që është duke bërë gjunahe, mirë po ai i cili Allahu e ka mbushur zemrën e tij me iman dhe zgjohet nga gafleti i tij në momentin që ai bën mëkat Allahut, ky është el munib që e ka thujt Allahu subhanahu wa taala, edhe është prej shenjave të zemrës së shëndosh. Elusim Allahun xhelle xhelaluhu që të përmirësoj zemrat tona, që Allahu xhelle xhelaluhu të na bëj prej atyre të cilët i kthehen Allahu subhanahu wa taala me dashuri, me nënshtrim ndaj tina, duke u penduar sinqerisht. Allahu na i fal gjunahet tona, mëkatet tona. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.